Salam aleikum. Burri shpesh më thot, dëshire kam me të masakru me thik. Edhe ka pra me nda thikën e kap edhe se e ka bo pyetjen edhe tjetër. Thot ka me të mytë qështu. E demonstron shpesh thot. Thot edhe më ka thonë ti e gjelën ekipi meje. Unë qysh ka me të mytë. Qfar me ndërmarë hoqë? Normal kjo s'ka të bëj me fe. E para gjë, unë po mendoj që ky njeri nuk është normal. Ky qenë ka i smut psikikisht. Ti këshure ti aje në bazë teje, analizat ti që pja ban burit të në një. Apo doket që normale ajo, mu nuk po mdoket. Shko fal me prind të ti, me vllazni. Fal me prind të tu. Nëse tu të shëse të sulman, dy sane ki, këshilla eme, ose lemroj policin, me këshyrat njeri, kuam, që ka. Ose, për mos me hynë këtyne saneve, ka zëjë prindrëve tu, ata le të fol me prind të ti e me vllazni, e të dajoj motër. Unë s'poj me kuptu, tu mendu që ke burë ti në fakt, s'ki burë veç ki frikë, veç ki stres. Pëllë kështu, as stres, as burë, as kur gja. Ndoshta ki ala më është në mund, ndoshta më martu, po dhe Allahu ta letoftë. Pse i përmendi këto sene? Pse i përzgjedhi këto pyetje? Për mi dhanë me kuptu shumë grave, të cilat janë luks, edhe kretë mirat ja plotësojnë burrat, kretë kushtet, edhe ato dalin me qapet. Shune çfarë raste ka. Mlendhe pak mendjen, dijani shqyqyrin Zotit, keni frikë Allahun, thoni faleminderit Allahut, elhamdulillah, dijani pak respekt burrave. Ani unë e di që edhe kundër të burrat du të mja ditë respekt grave, kur është për mi, në rregull shumë. Ama, keni kujdes bra? Çka s'ka, subhanallah.